Nga një faqe Instagrami që ofron disa shërbime minimale në një aktivitet të mirëfillt ekonomik që ka të drejta dhe detyrime ligjore dhe tatimore. Në fakt, biznesi online ka evoluar shumë gjatë viteve të fundit dhe po vjen duke u formalizuar. Çfarë duhet të ketë parasysh dikush që dëshiron të bëhet një konsumator ndjes një supermarket online, por çfarë duhet di edhe konsumatori i cili gëzon disa të drejta në momentet që bën transaksione online? E diskutojmë me analisten e zhvillimeve ekonomike, zonin Mira Pugaci. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Krishti. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësia jona për të folur për një temë që na prek të gjithëve, sepse herët avon jemi pjesë më të madhe të kohës jemi konsumator, po dikush prej nesh zgjedh të bëhet edhe supermarkets online. Çfarë ka ndryshuar në fakt nga vitet e fundit? Atëherë pjesa e shitjes online, patjetër që është e re në gjithë botën, jo vetëm te ne. Por ne kemi ardhur pak më vonë, themi, në këtë trend. Dhe natyrisht aty ku ka tregti, aty ku shitet një produkt apo një mall për të përfituar disa të ardhura, automatikisht koncepti është i një aktiviteti ekonomik. Dhe patjetër që legjislacioni jon ka patur mangësi në këtë pjesë, kështu që siç janë çështjet terreni pa njohur. Terreni pa njohur, patjetër, siç shpesh është diskutuar për kriptovalutat, biznesi online, apo cyber security, janë të gjitha që vinë me zhvillimet ekonomike. Kështu që ka patur një saktësim në lidhje me në mënyrë që të bëhen të qartë, po themi ata që ushtrojnë këtë aktivitet, edhe konsumatorët, patjetër që biznesi online është biznes. Dhe përsa kohë themi këtë fjalë, natyrisht do t'i nënshtrohet rregullave dhe procedurave të parat që janë ato për regjistrimin e aktivitetit pranë qendrës kombëtare të biznesit, QKB-s, dhe e dyta që ka të bëjë me regjistrimin e tyre pranë organeve tatimore dhe pastaj pranë bashkisë. Ajo që duhet të kuptohet është që në momentin që futemi në një shitje online, patjetër çdo person ka disa përgjegjësi. E para ka të bëjë në lidhje me nëse është mall me origjinën e mallit. Pra ti duhet të blesh një mall të cilin pastaj ta rishesësh. E dyta ka të bëjë me faktin që Tu lindin shumë probleme pastaj, tek le të themi transparenca, tek vërtetësia apo origjinaliteti i produktit, në mënyrën se si këto janë çështje patjetër që në momentin që ti, domethënë, regjistrohesh, patjetër që fillojnë të aplikojnë të gjitha ligjet mbi ty. Se kjo është ajo që ndodh. Por formalizimi është diçka e nevojshme në një pikë dhe patjetër që ka gjithë të kohë që tregu i shitblerjes online është i pa realisht edhe i pa gjurmueshëm, sepse natyrisht nga një faqe, po themi, Facebooku apo Instagrami nuk mund të identifikosh as personin apo palën tjetër që është mbrapa. Dhe këtu futen tre element. Elementi i parë është ai që shet, i dyti është shteti dhe i treti është konsumatori. Shteti në këtë rast luan rolin e rregullatorit dhe patjetër edhe të taksamblesit, sepse qëllimi ky është. Nëse do mund të të shpjegoj pak si procedurë për gjithë ata që duan të bëjnë, natyrisht që shitblerja online... Do të pyesja në fakt kur fillon, në cilën pikë të biznesit fillon detyrimi tatimor dhe ligjor? Detyrimi fillon që pa u hapur. Kështu për gjithë ata që janë të hapur si biznesi online dhe kryejnë aktivitet, detyrimi ka filluar. Pra në momentin që është e njëjtë si me kontratën e punës, në momentin që ju deklaroheni si gazetar, patjetër që bëhet kontrata punës dhe thuaj që në këtë datum do të filloj. Se në këtë lloj fushë janë hapur faqet, njerë ka filluar aktiviteti dhe tani kërkohet të formalizohet. Tani kërkohet, është një farë lëshimi që të kërkohet tani, se patjetër detyrimi ligjor ka ekzistuar më parë. Atëherë, pranë nëpërmjet e-Albanias, çdo individ mund të regjistrohet. Forma më e thjeshtë është e regjistrimit si person fizik. Person fizik unë, Mira, ose mund të deklarojmë si person fizik Mira me të punësuar. Pra kam dhe të drejtën që të punësoj personat të tjerë që mund të shërbejnë për marketing apo për shitjet e tjera. Po, shitjet e të tjera dhe regjistrohesh pranë e-Albanias. Në ato momente do të duhen disa të dhëna që janë bazike. Patjetër karta identitetit personale, edhe pse ti regjistrohesh, hapesh nëpërmjet portalit tënd dhe aty bën hap një biznes, do të duhet të deklarosh llojin e aktivitetit dhe këtu pikërisht ndahet që ti shënon shitje online. Shitje online dhe deklaron dhe adresën që ka të bëjë me adresën e personit fizik. Në mënyrë që edhe ai të gjurmohet për çdo lloj gjëje më pas. Po, sepse për të kuptuar dhe je një rezident tatimor apo jo, se mund të jetë një person i huaj që vjen dhe hap një biznes online në Shqipëri. Pra ka si është raportin, realitetin e vitit 2026 në vendin tonë?
Pra, të atyre që i kanë regjistruar bizneset e tyre dhe atyre që nuk i kanë regjistruar bizneset e tyre online. Për ajo që kemi ndjekur për faqet që shesin. Ja po ta them, janë disa faqe. Faqet online, të cilat janë të regjistruara, kanë arritur të rrisin në mënyrë shumë të ndjeshme dhe të ardhurat e tyre dhe bazën e klientëve të tyre. Sepse krisi çfarë ndodh, në momentin që ti je përballë shtetit, je përballë një përgjegjësie, pra ti e kupton që aty nuk je duke bërë më lojë. Dhe kjo, si sipërmarrës, i ri apo e re, të vë para përgjegjësisë që ta marrësh seriozisht. Se me një produkt ti mund të ndikosh drejt për drejt tek shëndeti i një konsumatori, po marr një rast. Të marrësh seriozisht dhe në kuptimin e shitjeve, pa kaluar tek konsumatori. Pra, në momentin që ti regjistrohesh, ty automatikisht që nga dita parë të fillojnë të para taksat e bashkisë, për gjithë vitin janë paradhënia. Çfarë kostoje ka, pra, të flasim pak konkretisht, çfarë kosto ka hapja një biznesi online në vendin? Atëherë hapja e biznesit online ka së pari, domethënë, dy kosto kryesore. Ka të bëjë në momentin që ti je person fizik, ti deklarohesh si i vetë punësuar dhe do të paguash sigurimet shoqërore shëndetësore dhe të ardhurat mbi pagën. Që mund të jetë edhe qoftë edhe paga minimale, pra ke një ndalesë për këto kontributa. E dyta janë taksat e bashkisë, që janë për biznes, sepse kur hapesh një biznes online, ti hapesh si një biznes i vogël në fillim, se s'mund të hapesh me një xhiro shumë të madh kur nuk e parashikon dot se sa mund të jetë. Sigurisht. Dhe ke edhe taksat e bashkisë që duhet të jenë, të varet nga aktiviteti, po mendoj që duhet të jenë rreth 15.000 lekë të reja. Kanë kostot fillestare për të nisur biznesin. Tani, në momentin që ti futesh dhe hap të biznesin online, ke të parat sigurimet që të vinë çdo muaj. Patjetër që do hapësh dhe një llogari bankare, do kesh dhe kostot e mirëmbajtjes llogarisë bankare. Në lek, nëse do ta kesh në euro, do bësh edhe në euro, pra do të hapen dy llogarit bankare. Do të bësh sistemin e fiskalizimit, sepse ti duhet lëshosh faturë. Automatikisht do të pajisësh me një certifikat elektronike në shkrim elektronik dhe fiskalizimi që është një sistem për lëshimin e faturave online. Të dyja këto, njëra kushton 4.000 lekë të reja, tjetra kushton 4.800 lekë të reja. Që janë kostot domosdoshme. Që janë kostot që ti paguan upfront me njerë. Çfarë ndodh? Dhe pastaj më fal, do marrësh një software për të cilin do të lëshosh faturat. Është një kosto e vogël, duhet shkojë varet nga kompanitë që japin, mund të jetë tek 600 lekë të reja, 800 lekë të reja, ndoshta 1.000 lekë të reja, por me njëherë ti fillon dhe në këtë moment ti kupton që nuk është side hustle, ta them anglisht se nuk po më vjen një fjalë më e përshtatshme në gjuhën shqipe. Është një punë konkrete që duhet ta marrësh seriozisht dhe të kthehem te pyetja jote e parë, në këto momente atëherë shoh që këto biznese që kanë qenë të formalizuara seriozisht janë rritur në mënyrë shumë të mirë. Ndërkohë që kur ti je i paformalizuar të duket si ndoshta një punë që e bën nga dhoma jote e shtëpisë, e cila në një moment mund t'i vësh çelsin figurativisht dhe ta mbyllësh. Pa nuk është një biznes serioz. Dua të di pak, çfarë ndodh nëse nuk i ke plotësuar të gjitha këto kushte ligjore, tatimore? Si gjurmohet një biznes? A gjobiten? Është pyetja. Pra, si qëndron drejtësia? Në momentin që nuk je i regjistruar, ti nuk quhesh biznes, po themi biznes që operon në bazë të kuadrit tonë ligjor. Në ato momente ti konsiderohesh si një person që do të shmangesh detyrimeve tatimore. Dhe këtu legjislacioni parashikon gjëra të tjera. Prandaj tatimet kanë njoftuar që do gjoba, penalitete. Ajo varet nga çfarë. Bën një transaksion, jep një produkt pa qenë i formalizuar. Atëherë nëse shet gjëra që janë të lira, domethënë e para do të mbyllet faqja. Si funksionon ligji në lidhje me këtë biznes? Ligji funksionon shumë në bazë të vlerës. Pra nëse ti shet produkte që janë 1.000 euro, për shembull po marrim mund të shesësh telefona dhe po themi identifikohesh dhe gjendesh nga organi tatimor se kush je, ti mund të shesësh 10 telefona 10.000 euro, futesh evazion fiskal, domethënë evazion fiskal, kalon mund të kesh shitur dhe 20.000 euro apo më shumë, mja automatikisht në kundravajtje penale. Por nëse shitja është diçka shumë e vogël, shumë modeste, po themi fletore apo libra, diçka që mund të ketë që kanë vlerë të ulët. Që kanë një vlerë të ulët, do të shkojnë me mbylljen e faqes. E kuptoj. Janë të vetëdijshëm, i dinë përgjegjësitë që kanë sipërmarrësit online, karshi konsumatorëve? Për këtë jo, nuk besoj shumë, sepse edhe dyqanet nuk i dinë këto përgjegjësi.
përveç dyqaneve shumë të mëdha, të cilat kanë njohje më të mirë se kanë dhe departamente të mëdha që i mbështet në aspektin ligjor. E para, përgjegjësia ka të bëjë me cilësinë. Pra ti, kur shet një mall, ai mall duhet jetë fit, pra duhet jetë ai që ti po reklamon. Dhe duhet ketë ato cilësi që reklamon. Shpesh herë ne e shohim në faqe online, apo dhe kudo në dyqan, që malli që blihet nuk kthehet. Dhe kjo është një fjali që kushdo në biznes ka kujtuar se është mbetet në dëshirën personale të atij që shet. Por e vërteta është ligji është nonsens në fundit. Se nëse produkti deli dëmtuar apo jashtë pritshmërive, se ti nuk e si ta kuptosh, ti nuk e prek dot fizikisht. Edhe kur e prek fizikisht apo ta blesh në dyqan, ti mund ta blesh një produkt, shkosh në shtëpi dhe e shef që nuk është është drejt e është drejt e konsumatorit. Ligji jon ka parashikuar një afat 2 vjeçar për kthimin e produkteve. 2 vjeçar. 2 vjeçar, nga momenti i blerjes, nga momenti i faturës. Patjetër që imagjino tani ti shkruash pas 2 vite një faqe që kam produktin tuaj të dëmtuar. Zakonisht nuk ndodh, domethënë kur u bë ky ligj në Shqipëri, sepse është praktikë europiane në kuadrin e gjithë ligjeve që ne adaptojmë në Shqipëri, edhe nga rastet në Europë asnjë nuk kujtohet mbas një viti apo 2. Domethënë kujtohen për stende shumë e vlerë, siç mund të jenë ato që kanë garanci më të mëdha. Jo, garanci të gjitha e kanë 2 vjet, pa ato që kanë peshë edhe në vlerë dhe që defekti mund të jetë themi diku i fshehur, ta quajmë. Por që patjetër ekziston kjo, pra nëse kemi blerë diçka që nuk i përmbahet, po themi një palë pantallona, të cilat janë shiten për pambuk, dhe ti mbasi ke shkuar në shtëpi, mbasi e ke blerë, e shef që nuk është ai material, patjetër që gëzon gjitha të drejtat për ta kthyer dhe për t'i kërkuar ose zëvendësimin, e para është gjithmonë zëvendësimi, e dyta është. Ja, këtu qëndrojmë pak. Çfarë ndodh në realitet kur ti i komunikon faqes në cilën ke blerë, ke marrë një produkt, si qëndron realitetin në vendin tonë? Ka problematika, ka keq kuptime, ka debate? Patjetër. Kush e merr zgjidhjen në fund? Patjetër që ka, unë ta thash pa kaluar të online dhe të dyqanet fizike, sepse miratimi i këtij ligji ka qenë me shumë vështirësi dhe për kompanitë që janë më të mëdha për ta kuptuar se si do zbatohet, sepse ekziston gjithmonë frika që edhe nga pala tjetër që një konsumator jo serioz mund ta përdori gjithmonë këtë si arsyetim për të kthyer produktin. Por është ajo që ndodh është që një person ka të drejtë, e gëzon këtë të drejtë. Patjetër duhet japi arsyeën e vërtet, pra është shitur për këtë dhe ndërkohë nuk kryen këtë funksion. Po ku e gjen të drejtën pra? Kush ja garanton të drejtën? E para duhet shkojë te dyqani nëpërmjet faturës, ose duhet ja kërkojë ti drejtoj dyqanit që mbas të faturën kam bler të produkt dhe ky produkt shkoj virtualisht se po flasim për bizneset do që të janë shkruaj virtualisht. Në momentin që virtualisht, domethënë nuk merret zgjidhje nga shitsi, ka një drejtori për mbrojtjen e të drejtave është të konsumatorit, pra mos ta ngatrojmë me konsumatorin pjesën e ushqimoreve, sepse është një drejtori pranë Ministrisë Ekonomisë, pra nuk ka të bëjë me çështjet e Ministrisë Bujqësisë, Ushqimet dhe këto. Dhe mund të reklamoj. Ka një numër telefoni. Po, kanë, patjetër që kanë dhe mund të reklamoj këtë gjë, thot filan subjekt, në momentin që është i regjistruar mund ta identifikoj ky subjekt, i cili më ka lëshuar këtë faturë, pra ka këtë NIP, më ka shitur këtë produkt, i cili thot që është, nuk e di, këpuc, dhe ndërkohë më kanë ardhur pandofla. Qoftë edhe për masën, për llojin, për forma nga më të ndryshme, nëse nuk është... Masa zakonisht ndrohet më kollaj, problemi më i madh është te cilësia. Ky është problemi më i madh. Të pyes edhe gjën e fundit mirë. Si është sot në tregun e përditshëm dëshirën për të bërë biznes, pra edhe oportunitetin, t'jesh online apo t'jesh me dyqan fizik? Cilat janë të mirat dhe të këqijat e të dyjave? Kush po prevalon? Atëherë, dyqani fizik patjetër që ka avantazhet e veta për të gjithë ata që dëshirojnë ta shohin produktin, që nuk janë ende të mësuar me blerjet online, pra duan ta shohin, duan ta provojnë, dhe këto janë arsyeja kryesore. Ama sot po kërkojmë të bëjmë shopping nga makina, në udhëtim, në avion, në hotel. Sepse blerja në vetvete është impuls, pra ti kalon, ke dalë, shef një sen të bukur edhe në atë moment impulsi jo ti e bën blerjen. Por me kalimin e viteve blerjet online janë rritur shumë. Kjo atashohet shumë edhe me brezin e ri dhe moshën, pa diskutim. Dhe mendoj që posta shqiptare mund të jetë një
një mundësi shumë e mirë edhe për ju, si televizion, që të merrni dhe të pyesni disa statistika, por të paktën me çfarë diun është që blerjet online të paktën për disa kategori kishin arritur deri në 20% të blerjeve klasike. Dhe kjo është shumë për Shqipërinë, nuk është pak. Tregon që po rritet me ritme të shpejta, po ecën. Patjetër që rritet dhe pjesa e bërjes së biznesit online, sidomos për brezin e ri, është shumë interesant sepse janë më të mësuar me pjesën e punës online, si veprojnë çështjet online, janë më të shpejt në ndërveprim. Kanë një lloj lirie, autonomie. Patjetër, sepse ti nëse je edhe forma biznesi ka ndryshuar, nëse ti ke një moshë, po themi 85 apo më sipër mund të jeshim koncepti për të hap biznes, mund të jetë diçka klasike, kompjuteri, telefoni nuk është maksimumi, nuk din ato features apo gjëra të tjera. Ndërkohë që brezi i ri është shumë ka ngazëllim, edhe kjo është shumë pozitive, patjetër. Është pozitive, në fakt dhe është një mënyrë e mirë e të ndërtuarit në karrierë sipërmarrje. Unë të falenderoj shumë që ishit në Mirëmëngjes Shqipëri sot, për një temë që në fakt ka shpërthyer pas Covidit me ritme shumë të shpejta dhe ne na vjen mirë që është këtu, që po formalizohet dhe është një mundësi e mirë në fundit për dikë që shet e vetja aftësi sipërmarrje. Uroj një javë të mbarë. Faleminderit, edhe juve ju uroj emision sa më të mbarë. Faleminderit. Ecim me programin, Sonja vjen pas pak për t'ju treguar për një tjetër temë të rëndësishme. Flasim pak për rëndësinë e psikologut. A duhet që të kemi psikologun pranë vetes apo mjafton familja dhe shoqëria për të na dhënë këshilla? Ndiqeni pas pak.